mediat serbe kanë bërë vetëm një vlerësim që vajzat tifoze në stadium, vajzat shqiptare tifoze në stadium ishin shumë të bukura. Në fakt i kanë më të bukura vajzat ata se ne. Kjo është e vërtetë. I kanë ata më të bukura? Ata më të bukura, po. Jo, ata kanë thënë që i kanë shqiptarë. Ata, ne kemi, ata i kanë më të bukura se tonat. Ja, ata kanë më të bukura, po ti po e vazhdove me këtë fjalim që po tani se diku ku shkon, po të mbetemi se si e kanë përcaktuar ata. Megjithatë, unë habitem se si kjo deklarat është bërë duke justifikuar një trajnerin e tyre, dy lavdërimet më dha FSHF-s dhe ndarja e tifozëve nga FSHF-ja është tipike kështu serbe e pist. Është kështu? Përcaktove më mirë se e përcaktove e pist. Ndarja e tifozëve nga federata. Do të na fusin sherr kështu. Janë tipik, e pist tani se ore ne çado mund t'i bëjmë kritika federatës, por ajo është federata jonë. Bravo, ja, absolutisht. Është federata jonë tani. Fernandi ke parë një politikan në politikë paseti. Gjithë politika e pisët është, dhe nuk është deklaratë sportive, deklaratë politike. Ti thuaj që sikur e ka bërë Aleksandar Vučić. Urdhëro? Sikur e ka bërë Aleksandar Vučić. Normale, edhe ai mund ta ketë shkruar. I gjetëm titullin, i gjetëm. Domethënë, deklarata e Federatës Serbe sikur e ka bërë presidenti Aleksandar Vučić. E gjete shumë bukur në deklaratë gjitha. Kjo do bjeri poshtë e gjitha kur do dalë relacioni i UEFA-s në lidhje me ndeshjen. Do dalë relacioni, do delegati ndeshjes ka marrë gjitha shënimet dhe kur të zbardhet Uvilje di më mirë se mua. Si funksionon Uvilje? Ti na shpjegoj. Bravo, dhe ai do të bien poshtë gjitha ato. Informacion të dy federatave për gjithçka. U qohet? Po, absolutisht. Do na ndihmon që ta publikojnë tu në dritare? Publikisht, më tepër dalin ndëshkimet me financiare për këtë gjë, federatat dënohet se u hollën 5 shishe, por problemet e këtyre jo përkundërzi mbahen por që informacioni shkon për gjithë. Dhe informacioni unë gjykoj që është nivelit të mirë. Pra gjithçka ka qenë vogla dhe FIFA këtu dërgoi, FIFA them sepse ka qenë eliminatorët e botrorit, nuk është UEFA këtë rast, FIFA që organizon. Bravo. Dhe kanë qenë dy vëzhgues të një zviceran, një holandez, pra kanë qenë niveleve të larta dhe me eksperiencë, kështu që por sot gjithçka është e filmuar, gjithçka është e dokumentuar. Ajo është bërë virale, ajo aty sigur e kanë qelluar me sniper atë. Ajo që në kokë. Ai është rreziku, e di ku është. Rreziku është tek to dhe ai detaj për të mos u kthyer atij UÇK-ja, se mjafton një moment që lojtari serb thotë, shikoj se si kushta provokon për të provokuar, loja do të ndalojë. Çdo ndalesë është e ligjshme më. Jo, nuk e di sepse shumë dakord jam me ty, por mjafton të kemi një pretekst për të ndaluar loja. Një pa krijon probleme, vin dënime, ndëshkime me radhë. Dhe që kjo nuk ndodhi. Kjo nuk ndodhi sepse ato pastaj janë me probleme ndalesat e lojave. Arbitri. Okej, jemi në fund një pyetje për të tre. Sa janë shanset për të shkuar në botror, Taçi? 1%. Po ç'a thua? Më bëre të them tani na kpute në mes, ç'a thua? Edhe po dolëm në vend të dytë, do kemi prapë ndeshje tjera kualifikuese. Jo. Atëre, mirë, unë do ta riformuloja pyetjen. Sa janë shanset që dalin vend dytë? 50%. Pa se nga një tani nga një 50 e çove. Jo, mendoj ta që ngatëroi tha për të shkuar botror. Po mirë, më dakord, po në play-off flas për vendin e dytë. Edhe unë kështu e kuptova për vendin e dytë. Edhe unë jam 50 me 50. 50, po bravo. Ti? Unë jam, nëse Silvinho do guxoj, jam 50 me 50 dhe unë. 50 me 50. Po. Okej. Nëse nesër ne fitojmë, ne jemi me një hap te play-off. Po, bravo, po. Taçi, nuk e di nëse ke diçka për të mbyllur? Asgjë më tepër, veç se ti uroj sukses sekondare. Nesër në Letërinë Loriga. Po vit për të mbyllur? Për ta mbyllur. Sigurisht që uroj maksimalisht për nesër. Në kontarin tonë, kudo që tjetë. Okej, po. Unë sigurisht që uroj gjithçka për nesër të mirë, po kam një pyetje për ju. Po pyetje të bëj unë këtu? Jo, ma lejo dhe mua.
kjo ndeshje me Serbin do jetë në 100 ndeshjet e famshme të ekipit. Apo jo. Fytje bukur. Apo jo, do jetë 100 ndeshjet e. Kjo është vitrinë. Ke cikliot, pra 100. Kjo është vitrinë. Harrova diçka, se të gjitha mediat janë marrë me atë të vitit 1900 në 67. Pavarësisht se kam pas stadium, kam qenë i pranisht. Ke qenë stadium? Kam qenë sepse ato janë 2 ndeshjet famshme me Gjermani, me Jugosllavinë. Po quhet ajo me Jugosllavinë, se Serbia, Jugoslavia, baza ajo ishte. Po shiko, kemi të bëjmë me një. Sa dolëm? Këtu kanë fituar 2-0 dhe 4-0 atje. Po ndeshja këtu ka qenë një ndeshje jashtëzakonisht e shumëprirë e tensionuar. Jugoslavia ka ardhur me ekipin më të madh të gjithë kohërave. Këtu, ëh? Nëse Jugoslavia ka pas lojtarin fituan ato. E fituan ato 2-0. Po. Ne s'kemi asnjë pikë me serbët. Me absolutisht. Edhe ndeshja nuk kemi. Pika e parë dje. Edhe ndeshja. Kemi luajtur Ballkaniat, por Ballkaniat flas në aktivitetet europiane zyrtare. Kjo është pika e parë. Kjo ishte e treta. Pika e parë. Pika e parë? Po pra, po dhe ndeshja e tretë. Ndeshja e tretë, po pika e parë do të thotë që kemi marrë me serbët. Por duke qenë që ato e kujtove. Pika e katërt, Gandi, është pika e katërt, po 3-0 në Serbi dhe 0-0. Po, ti zë atë në tavolinë, po, ke drejt, se 3-0 në Beograd e marrë me vendim gjykate. Ajo e 67-s, ajo ka qenë një ndeshje në parametra krejt tjera me radhë, me Loro Boricën, historirat pa para dhe që... Cili është futbollisti serb më i famshëm ka ardhur në Tiranë? Dragan Xhajić, lojtari më i madh i gjithë kohërave, erdhi këtu luajti, edhe në Serbi ndeshjen në Beogradit dhe nuk mundi të çononte. Sa ata të tjerë ishin në Kroatë. Gjithë skuadra. Ata Shurjak që ishin ata. Vjet Nurçin kam takuar kapitenin e ekipit Jugoslav që ka ardhur këtu në 67-ën dhe ishte interesant sepse i bënte pushimet në Shëngjin dhe nga i takim mbante mend Panajot Panon, një lojtar i jashtëzakonshëm, kapiteni i Serbi, i Jugosllavisë famshme që erdhi luajti këtu. Dhe i bën pushimet në Shëngjin? Në Shëngjin i bënte pushimet, pra dhe me një kujtesë pa parë, kujtoi Panajot Panon ndeshjet, sa ato kanë qenë 2 ndeshje shumë delikate. Dhe për ta mbyllur në Serbi, kemi luajtur në tetor, në maj është bërë ndeshja në Shqipëri, në tetor në Serbi dhe ato kanë futur 10 topa në rrjet. Një ditë përpara se zhvilloi ndeshja, ku ne bëm stërvitje në Beograd, në stadiumin e Partizani Beogradit, vu 10 topa në rrjet. Për treguar që do t'ju bëjmë 10 gola. Wow. Dhe ky është një fakt, bravo, për të krijuar një presion të madh, jo tek lojtarët. Dhe ndeshja ka dalë 4-0 me një gol të diskutueshëm, gol apo jo dhënë nga arbitri, dhe që në stadium ka 90 minutave është dëgjuar një thirrje Enver Hoxha, sepse takimi ishte i mbushur kosovar, kosovar dhe në Beograd dhe në hotelin ku ka qenë i sistemuar ekipi shqiptar. Wow, ç'është kjo? Ç'të më çuditë. Do stadiumi bërtise Dhe në stadiumin ku ka qenë sistemuar ekipi shqiptar, ato 2 ditë të qëndrimit ton nuk ka patur një moment qetësie. Kosovar shqiptar që donin të shkonin, qëndronin takonin futbollistët. Ka thënë Milaim Zekaja aty ku je ti, që erdhi në 88-ën ai që i dha ato karafilat e famshëm e Enverit aty. Po, bravo. Edhe u ktheva, tha, shëtita Shqipëri, dhe u ktheva, tha, në Kosovë, takova kosovarët, në Suedi ku ishte. E tha, Shqipëria ishte keq, po ata me zihanin buk, i thash. Edhe term më tha, ky është agenti i UDB-s. Në fakt tha, unë erdha këtu dhe unë tha Enver Hoxha tha e kishte lënë keq Shqipërinë. Por më tha mua ti je agenti i UDB-s, më tha. Kështu që kjo që thua ti, unë e besoj tani. Kjo është atje dhe atje deri paketën, se tash më kujtohet se ja marrë deri dhe paketën e cigares Partizan që Loro Boriçi pinte, ja kanë marrë njerëzit. Ma jep ta kem si relik, si kujtim, llogaritë në atë kohë ne shkonim, sportistët tanë shkonin me durxheba, as kishin mundësi të doronin asgjë. Bile edhe kputucët i kthi dorzonin i bënin. Dhe paketën e cigares, çdo gjë, shikosh një fotografi që është bërë ke hoteli, shumë emocionuese. Pra në këto lloje po dhe ndeshja këtu. Ky është muzeu Uvilzajmi. Nuk është gazetari dhe ish arbitri, po muzeu Uvilzajmi. Jam në pritje të 100 ndeshjeve të famshme. Dhe që për ta mbyllur fare. Unë do shpresoj shumë që nesër kombëtarja jonë të marrë 3 pikët. Janë 3 pikë të domosdoshme jetësore për ecurinë tonë kampionatin botror. Ju falenderoj me zëmër, ta çlundrat falenderoj shumë që ishe. Uvilzajmi, muzeu Uvilzajmi, kështu po të cilësoj. E përshëndes Kanin. Falenderoj për skuadrën e Interit. Me Interin është problem tjetër pastaj po. Ky ishte Dekalog për sot nga unë Lançafoku, mirupafshim.